تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e këtij shkrimi ose këtij libri të vogël të autorit Sheikhul Islam Ahmed ibn Abdul Halim ibn Taymija al-Harrani, i cili ka vdekur në vitin 728 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë, mësuesit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Pra ky libër që ishte me titull shkrim i shkurt ose libër për adhurimet dhe për dallimin mes adhurimeve të ligjshme dhe adhurimeve të shpikura. Në fund të mësimit të kaluar folëm diçka, për këtë pjesë ku sqaron autori rahimahullah në lidhje me këto izolimet ose veçimet që i kanë shpikur njerëz të bidatit dhe me këto që pretendojnë se bëjnë adhurim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Në vazhdim thot fasl, domethënë një ndarje, thot wa hadhihi al-khalawat قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس. Do thot, këto vende në të cilat izolohen këta njerëz dhe veçohen me pretendimin se janë veçuar për adhurim. Shpesh herë zgjedhin vende në të cilat nuk ka ezan dhe ikamet, ose madje edhe nuk ka xhami ku mund t'i falin 5 namazet. Thot imma mesajid mehjura, ose zgjedhin xhami të braktisura, të lana, domethënë të prishura, wa imma ghayr masajid, ose diçka tjetër, jo xhami, mithl al-kuhuf wal-ghiran allati fi al-jibal, si për shembull shkojnë nëpër shpella edhe të larta nëpër male. Wa mithl al-maqabir la siyama qabra man yuhsanu bihi adh-dhann, domethënë ose zgjedhin këtë veçim dhe këtë izolim të bëjnë në varreza, edhe në veçanti të varret e atyre që për cilët kanë mendim të mirë. Domethënë shkojnë te varri i dikujt që kanë mendim të mirë, ose në përgjithësi në varreza. Domethënë veçohen që të qëndrojnë aty me ato dhikre që i përmendëm të shpikura që janë kundërshtim me shariatin, dhe aty veçohen për këtë lloj të adhurimit të shpikur. Wa mithl al-mawadi' allati yuqalu anna biha atharu nabi. Gjithashtu zgjedhin vende ku thuhet se aty ka ndonjë gjurmë të ndonjë pejgamberi. Pra thuhet se në këtë vend ka fjetur filan pejgamberi, ose në këtë vend ka kaluar, ose në këtë vend e ka bërë këtë veprim. Domethënë shpikin vendet këtilla dhe thonë se aty ka domethënë mbetje nga gjurmët e pejgamberëve,
dhe në ato vende veçohen. Yuqalu anna biha athara nabiyyin au rajulin salih, do të thonë ose ndonjë pejgamber ose ndonjë njeri i mirë i devotshëm. Thot ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية. Atëherë, për këtë shkak, këtyre u ndodhin në këto vende gjendje dhe ndodhi djallëzore, shejtanike. Do të thonë, u paraqitet atyre shejtani dhe i mashtron. Thot faminhum men yara anna sahib al-qabri qad jaa ilayhi. Dikush përfituron ose sheh se ka ardhur i varrosuri, i ka dalë, domethënë është paraqitur atij ai që është në varr. Wa qad mata min sinina kathira, kurse ai është që ka vdekur para shumë viteve. Wa yaqulu ana fulan, edhe i thot ai un jam filani. Madje thot wa rubbama qala lahu, ose ndonjëherë ka, domethënë që kanë përmendur vet ata, kanë përmendur se më ka dalë filani, më ka thonë, më ka sjell shpallje. Dikush prej tyre ka thonë se këta evlijat thonë, ne kur vendosemi në varr, dalim prej varrit. Domethënë, njerë hynë, që ta shohin, pastaj dalin. Thot kema gjara lit Tunisi ma Nu'man as-Salami. Allahu alem, domethënë këta janë dy persona, i kanë ndodhur atij Tunisiut me këtë njeri Nu'man as-Salami. Do thot kështu, ata i braktisin xhamit, edhe e braktisin xhamatin, xhuman, dhe i braktisin njerëzit, i lanë obligimet fetare, si është namazi me xhamat edhe namazi i xhumas, ose për shembull Ramazanin e kështu me radhë, i lanë obligimet fetare. Dhe padyshim i lanë edhe obligimet tjera që i kanë dunja, obligime familjare, domethënë kanë ndoshta njerëz për të cilët duhet të kujdesen. Mirë po, domethënë i lanë këto obligime dhe nuk i kryejnë, dhe veçohen këto vende, thonë se këtu ka kalu ndonjë pejgamber, nuk kam besuar. Thonë se në këtë vend ka lëshu ndonjë pejgamber, ka kaluar ndonjë pejgamber, ose ka qëndru ndonjë pejgamber, ose ndonjë njeri i mirë. Edhe, domethënë ndalen këto vende. Këto vende zakonisht janë të largëta, ku nuk ka banor, nuk, domethënë ose janë nëpër male, nëpër shpella, ose nëpër ndonjë vend të largët nga vendbanimet, edhe aty izolohen edhe qëndrojnë për adhurim. Edhe padyshim se atyre do t'i dalin shejtan. Si ka thënë një thirrës prej këtyre thirrësve të devijuar, edhe prej këtyre që promovojnë këtë lloj të adhurimit, që është devijimi i qartë, një person në vendet tona që quhet Besim Luma, shpeshherë bën thirrje të këtilla direkt ose indirekt. Edhe ka me një prej atyre fjalimeve të tij, flet për vlerën e kalimit natës në varreza. Edhe thot se aty, kur e kalon gjithë natën me ato frika, domethënë është friksu. Normal që kur hi njeriu në varreza, domethënë shumica e njerëzve friksohen, edhe gjatë natës. Domethënë vende ku edhe gjithashtu ka papastërti, por edhe vende në të cilat bëhet shirk. Padyshim se ajo është diçka që i knaq shejtanët. Domethënë aty ku bëhet mëkati më i madh që ekziston, që lutet tjetër kush përveç Allahut subhanahu wa taala, patjetër se afrohet shejtani. Dhe u paraqitet atyre, ose i fut ndonjë frikë, ndonjë ndjenjë, edhe ata mendojnë se kjo është gjendje shpirtërore e lartësuar, ose çmenden, domethënë nga frika ose nga izolimi, si përmendëm dje, edhe mendojnë se tash e kam rri shkallën e evlijave. Edhe atëherë, as nuk e fal namazin, as nuk ruhet prej haramit, sepse ata thonë se kur arrin në një shkallë të lartë të bindjes, atëherë hiqen obligimet. Kurse në shariat, kur hiqen obligimet? Kur njeriu arrin shkallë të lartë të çmendurisë. Kur është i çmendur, atëherë nuk shkruan lapsi për ta. Atëherë nuk ka përgjegjësi. Dhe shumë prej këtyre, domethënë këtë mënyrë i mashtrojnë njerëzit,
njerëz që janë me të vërtet shumë të verbruar në ignorancë, se përndryshe njeriu që ka, si thuhet, një prekje të fesë, të fetarisë, njohjes Kuranit dhe Sunetit, nëse një pak prej jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej jetës së sahabëve, nuk mund të bjerë në këto nivele të shkatrimit, më thënë. Mirë po, këta njerëz i manipulojnë, prandaj edhe i largojnë njerëzit nga dituria dhe nga libra. Do ta shohim, si thot autori rahimahullah. Dhe ky person që e përmenda, Besim Luma, i cili bën davet për shirk dhe për këto lloje të ibadeteve për cilat Allahu nuk ka zbritur asnjë argument. Nuk ekziston askund librin e Allahut ose në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndonjë adhurim që njeriu ta kaloj natën në varreza, as që të veçohet 40 ditë, domethënë të ri në për varreza. Do thotë kjo nuk ekziston në fenë tonë, ekziston në fenë e paganëve. Edhe këtë e kanë importu këta dervishë dhe këta njerëz të devijuar. Dhe është për çudi se njerëz si puna e këtij janë shumë aktiv në vendet tona, do të thënë në hapësirën e thirrjes fetare janë shumë aktiv. Pastaj gjen njerëz të tjerë të fitneve që angazhohen vetëm me ne, me njerëz të sunetit. Edhe thonë se këta bëjnë përçarje, këta nuk kanë lënë asnjë hoxh pa fol kundër tij, pse nuk merren me njerëz të devijuar, do të thonë shia ose sufi, ose pse nuk merren me islamofob. Do thotë kurse ata nuk merren me askën tjetër, merren vetëm me ne. Do thotë prej të gjitha llojeve të drejtimeve të devijimit. I shohin, besoj që i shohin këta njerëz që thrasin për shirk, edhe nuk brengosen për ta. Mirë po kur njerëz të hakut flasin për ata imamët e tyre që janë devijum, atëherë tërbohen. Do thënë nëse ja prek personalitetin e tyre, ose personalitetin e atyre që i madhrojnë dhe i ndjekin, atëherë tërbohen. Nëse e shohin dikën që i thret njerëzit për shirk, edhe për kështu devijime, më thënë, nuk brengosen, sepse kjo nuk ka të bëje me mu personalisht. Edhe ata le të flasin për shirk. Kurse këta njerëz e hakut dhe sunetit dhe diturisë që refuzojnë batilin me argumente, atëherë gjithë sulmi kundër këtyre bëhet. Edhe prandaj duhet ta kenë parasysh se të gjithë do të qëndrojnë para Allahut subhanahu wa taala, dhe njeriu do të pyetet edhe për atë që ka folur, do të pyetet patjetër. Por edhe kur ka heshtur për diçka, edhe për atë pyetet. A ka bë edhe këtë heshtjen për të arritur kënaqësinë e Allahut ose jo? Edhe atë që ka folur, a ka folur për të arritur kënaqësinë e Allahut ose jo? Dhe pastaj a e ka qellu rrugën, do të thënë edhe në të folur edhe në heshtje, edhe në veprim edhe në mosveprim. Për secilën çështje pyetet njeriu para Allahut të lartësuar subhanahu wa taala. Këta njerëz, pra thot autori rahimahullah, shkojnë, qëndrojnë për izolim me dhikr në këto vende, larg xhamive. E praktisin xhamit, si kanë thënë disa prej dietarëve, do të thënë ya'muruna al-mashahid wa yahjuruna al-masajid. Do të thënë ata i gjallërojnë këto që i thonë meshhed, ata i thonë meshhed, do të thënë vendi dëshmisë së imanit, do të thënë varrezat ose vendet e largta të izoluara që thonë se ka pas ndonjë njeri i mirë që ka kaluar kështu me radhë, i mbushin ato dhe i praktisin xhamit, i lanë xhamit e Allahut subhanahu wa taala. Thot wash-shayatinu kathiran ma yutasawwarun bi surati al-insi fi al-yaqadhati wal-manam. Edhe shumë herë shejtanët mund të paraqiten, shejtani, xhinët paraqiten në formën e njerijut. Edhe kjo është e vërtetuar me Kur'an dhe Sunet, dhe shumë prej dietarëve e kanë vërtetuar. Paraqitet në formën e njerijut, dikujt i paraqitet edhe në ëndër, dikujt edhe zgjandër, do të thënë edhe kur është zgjuar, paraqiten. Dhe ka mundësi të vinë të dikush që nuk e njeh, për shembull,
atë që pretendon se është evlia, edhe i vjen shejtani, thotë unë jam shejh filani. Edhe ai atëherë, ose thotë unë jam filan dietari, ose thotë Ibn Taymija, pra ka mundësi dikujt i thotë unë jam Ebu Bekri, dikujt i thotë unë jam Omeri. Kështu me radhë, domethënë ka mundësi që i del në ëndër, por edhe kur është zgjuar, u dalin shejtanët edhe ju japin kështu fjalë. Ka dikujt që i thotë unë jam Isai alayhis salam, dikujt i thotë unë jam Musa alayhis salam, ose unë jam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thotë wa qad jara mithlu dhalika anwa a'rifuha. Domethënë edhe këto që i përmend, pra Ibn Taymija nuk flet nga nuk sajon, domethënë tregime, por thotë i kanë ndodhur njerëzve që i njoh. Ju kanë thonë në këtë mënyrë. Dhe në kohën e Ibn Taymijës ka pas shumë prej këtyre, edhe për këtë shkak Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur që i ka njohur që në rini këto devijime dhe është largu dhe i ka refuzuar që në rini, para se të arrijë edhe gradë të lartë të diturisë. Domethënë Allahu i ka dhënë pastërti, siç i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala Ibrahimit alayhis salatu wassalam, dhe ka thënë Allahu që në rini ose në fëmijëri, Allahu i ka dhënë mençuri. Edhe i ka urry këto idhujt dhe shirkun përgjithësi para se t'i vijë shpallja. Domethënë në këtë mënyrë Allahu e ka frymzuar. Edhe në këtë mënyrë Allahu e udhëzon zemrën të kujt të doj. Dhe shifet në rastet shumëta si përmend Ibn Taymija, thotë e kam bërë këtë refuzim kur kam qenë fëmijë, ka në disa raste thotë. Ose thotë qablen ablugh, para pubertetit, që ka bërë refuzime në mosh shumë të re. Por qëllimi është se në kohën e tij shumë ka pas devime të këtilla, edhe prandaj flet shumë ky imam rahimahullah. Thot wa thamma man yusaddiq bi anna al-anbiya ya'tuna fi al-yaqadati fi suwarihim. Domethënë edhe ka njerëz që besojnë se pejgamberët vinë, domethënë vinë te njerëzit fizikisht kur janë të zgjuar në format e tyre, vinë te njerëzit dhe njerëzit i shohin. Dhe thotë ka edhe shujukh të cilët me të vërtet janë ibadetxhi, kanë dituri, kanë devotshmëri, fetari, edhe besojnë këtyre gjërave. Domethënë ka edhe njerëz që kanë pas dituri, edhe kanë qenë të sinqert dhe kanë pas devotshmëri, mirë po kanë rënë në këtë devijim. Thot wa min haula'i man yadhunnu annahu hina ya'ti ila qabri nabiyyin anna an-nabiyya yakhruju min qabrihi fi suratihi fayukallimuhu. Ka disa prej tyre që besojnë se nëse shkon te varri një pejgamberi, atëherë ai pejgamberi del prej varrit në formën e tij dhe i flet atij, dhe thot se ka disa prej njerëzve që kanë pa te qabja, do të thonë si pamjet një plaku, edhe kanë thonë ky është Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Edhe ka disa që besojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë prej hujrës, prej dhomës Aishës radhiyallahu anha, i ka folur, edhe këtë e llogaritin se është prej kerameteve të këtyre evlijave që ju ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka folur, kurse si thamë kjo nuk është prej kerameteve, por është prej devijimeve të këtyre njerëzve. Edhe thonë se ka njerëz që i kanë pyetur evlijat në varr, edhe ato janë përgjigjur, i kanë dhënë përgjigje. Thot, thuhet ose përmendet se Ibn Mende rahimahullah, kur ka pasur paqartësi për ndonjë hadith, ka shku te varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka hyrë te hujra, edhe e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për atë hadith, edhe i është përgjigjur. Po kjo nuk është e vërtetë, pra Imam Ibn Mende nuk e ka bërë këtë, po kanë përmendur disa njerëz se demek dietarët kur kanë pasur ndonjë paqartësi edhe dietarët e hadithit kanë shku deri te varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë pyetur. Dhe thot njëri tjetër nga perëndimi, domethënë perëndimi i shtetit islam,
thot pretendon se I ka ndodhur diçka e tillë dhe thot se kjo është prej kerameteve. Thot Ibn Taymija, pra ka thënë Ibn Abdul Barr për ata që kanë këtë mendim, për ata që mendojnë kështu, ka thënë wejhak, atara hadha afdala min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar. Ka thënë I mirë I tij, a mendon se ky njeri është më I vlefshëm se muslimanët e parë, paralendësit e parë prej muhaxhirëve dhe ansarëve? A ka ndonjë prej muhaxhirëve dhe ansarëve që e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes edhe I është përgjigjur? A ekziston ndonjë prej sahabeve që kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Thot waqad tanaza'a as-sahaba fi ashya. Edhe sahabët kanë pas mos pajtime për shumë çështje. Kanë pasur një herë me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pasur sahabët mos pajtim, a ka vdekur ose jo. Do të thënë ka qenë më një herë, do të thënë pra mos pajtimi ose kundërshtimi I parë. Pse se kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kanë pas mos pajtim ku duhet ta varrosin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kështu me radhë. Edhe më vonë kanë ndodhur ndodhi të shumta, ndodhia e murtedinëve, do të thonë, a kanë shku ta pyesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te varri. Edhe a ka dikush që vjen më vonë dhe është më I vlefshëm se Abu Bekri, Omeri, Khulafa Rashidin, do të thonë, se prej sahabeve të tjerë, prej muhaxhirëve dhe ansarëve, nuk ka ndodhur. Thot waqad tanaza'a as-sahabatu fi ashya fahalla sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ajabahum. Pra sahabët kanë pasur mos pajtime për disa çështje, pse se kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe që ai I përgjigjet. Madje më shumë thot bija e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pasur mos pajtim për trashëgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Fatimia radhiyallahu anha ka kërkuar që një kopsh që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'i jepet asaj. Kurse Abu Bekri ka thonë që e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë gjallë, duke thonë se ne pejgamberët nuk trashëgohemi, por atë që e lëm është sadaka. Tani ka pas mos pajtim bija e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se s'ka shku te varri ta pyesë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të thonë cila është e vërteta dhe t'ishte përgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra padyshim se këto janë pretendime të rrënjshme, janë gënjeshtra, askush nuk del nga varri, as prej pejgamberëve, as prej njerëzve të mirë. Pastaj në vazhdim ka thonë والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه. Do të thënë ne jemi të urdhëruar të besojmë në çdo gjë që u është shpallur pejgamberëve të Allahut sallallahu alaihim wasallam ajma'in. Edhe jemi të urdhëruar që ta ndjekim rrugën e tyre, ta marrim udhëzimin e tyre. Ka thonë Allahu I lartësuar قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Pra Allahu ka thënë, thoni, o besimtar, ne besojmë në Allahun dhe I besojmë asaj që I ka zbritur, që na ka zbritur ne, do të thonë që na ka ardhur përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe I besojmë asaj që I ka zbritur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit, pasardhësve të tyre, pra nipërve të Ibrahimit alayhis salam, dhe I besojmë asaj që I është dhënë Musait, Isait dhe të gjithë asaj që u është dhënë pejgamberëve nga Zoti I tyre. Nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej tyre dhe ne jemi të nënshtroar dhe musliman, do të thonë të nënshtroar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Allahu ka përmendur në surën An'am disa pejgamber dhe ka thënë ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Do të thënë këta janë ata të cilët I ka udhëzuar Allahu. Prandaj sipas udhëzimit të tyre ec, do të thënë ec në gjurmët e këtyre pejgamberëve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vula e pejgamberëve, nuk ka pejgamber pas tij. Dhe sheriati I tij I ka abroguar të gjithë sheriatet e mëparshëm. Prandaj nuk ka mbetur asnjë rrugë për tek Allahu përveç se përmes ndjekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atë që ka urdhëruar ai,
do të thonë ato adhurime që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose në mënyrë obligative, ose në mënyrë të preferimit, do të thonë ose janë wajib ose janë mustahab, si thamë në mësimet e mëparshme, ato që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato janë të ligjshme. Dhe ato që për cilat kanë nxitur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka përmendur shpërblimin e tyre, këto janë të ligjshme. Sepse pra Allahu na ka urdhëruar të ndjekim pejgambert dhe dërgimi i pejgamberëve ka mbaruar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu na ka treguar Allahu se kjo që ja ka shpallur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përfundimi i shpalljes dhe kjo i abrogon të gjitha ato që kanë qenë më përpara. Domethënë në aspektin e ligjeve dhe ibadeteve, ritualeve, domethënë kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është abroguar çdo gjë që ka qenë më përpara, kurse besimi është i njëjtë. Atëherë, si ka mundësi ne të adhurojmë Allahun në çfarë mënyre tjetër, përveç se sipas mënyrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe siç thonë, pra kanë përmendur dietarët se çdo rrugë për tek Allahu është e mbyllur, përveç rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka asnjë rrugë që mund ta çojë njeriu deri te Allahu ose ta afrojë tek Allahu i lartësuar, përveç se rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku është argumenti për këtë? Si mendoni, a keni ndonjë argument se çdo rrugë është e mbyllur? Vetëm një rrugë, rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A dini vizatimin e vijës? Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është rruga e Allahut. Një, kurse të gjitha rrugicat tjera nuk çojnë te Allahu. Gjitha janë devijime. Edhe e ka lexuar ajetin, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Domethënë kjo është rruga ime e drejtë, atë ndiqeni. Pra vetëm kjo është rruga e drejtë që çon te Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot mëtej, pra nuk lejohet thuhet kjo është e preferuar, kjo është e ligjshme, përveç se me argument sheriatik. Nuk lejohet të vërtetot. Tani fillon për një çështje tjetër, në lidhje me hadithin e dobët. Domethënë nuk ka mundësi me thonë dikush për fenë e Allahut, kjo vepër është e ligjshme, ose kjo vepër është e mirë, ose kjo është e preferuar, pa pas argument. Domethënë si ka mundësi njeriu ta di çka do Allahu dhe çka nuk do, përveç se përmes shpalljes që ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë vjen tema e hadithit të dobët. Thot, wala yajuzu an yuthbata shari'atun bi hadithin da'if. Pra nuk lejohet të aprovohet ndonjë ligj në fenë e Allahut me hadith të dobët. Mirë po, kur vërtetohet se puna është, se kjo vepër, një vepër e caktuar, vërtetohet me hadith, domethënë me argumente sheriatike, domethënë me ajete ose hadithe sahiha, është e vërtetuar. Pastaj transmetohen për këtë vepër vlera ose shpërblime me hadithe të dobta. Atëherë, thot lejohet të transmetohen nëse nuk ka ndonjë argument se këto janë gënjeshtër. Domethënë kjo është më rëndësi ta kuptojmë për punën me hadith të dobët. Pasi ka paqartësi, a lejohet të përdoret ndonjëherë hadithi i dobët. Nuk lejohet me hadith të dobët të vërtetohet në një ligj i fesë Allahut. Nuk lejohet me hadith të dobët të vërtetohet në një ibadet. Nuk lejohet. Por nëse kemi një ibadet për cilin ka argumente, kemi hadithe sahiha, edhe kemi hadithe të dobta që tregojnë se kjo vepër ka domethënë shpërblim kështu e kështu, atëherë ne nuk e përgënjeshtrojmë këtë. Nëse nuk kemi argument që kjo është gënjeshtër, domethënë nuk e ka transmetuar ndonjë transmetues gënjeshtar, atëherë mund ta transmetojmë këtë hadith. Por baza për ta vërtetuar atë vepër duhet të jetë hadith sahih. Domethënë, nëse flasim për një ibadet, dhe për atë ibadet ka vetëm hadithe të dobta, atëherë nuk vërtetohet, nuk merret, domethënë. Por nëse ka hadithe sahiha ose urdhër në librin e Allahut, pastaj kemi hadithe që tregojnë vetëm për vlerën dhe shpërblimet. Atëherë, domethënë, nëse nuk është vërtetuar se është gënjeshtër kjo, atëherë, domethënë,
mund të përmendet edhe mund të transmetohet. Thot, sepse wadhalika anna maqadir ath-thawabi ghayru ma'luma. Do të thonë, pasi sasia e shpërblimit për vepra nuk është e ditur. Do të thonë, nëse janë përmendur vetëm hadithe që tregojnë se është e ligjshme ajo vepër, por sa është shpërblimi për atë vepër nuk është e ditur. Atëherë nëse transmetohet për vlerën e shpërblimit hadith që nuk është sahih, po nuk është i rrejshëm, nuk është i trilluar, atëherë nuk lejohet ne ta përgjinjëstrojmë. Themi kjo s'është e vërtetë, sepse ti nuk ke argument që shpërblimi i kësaj vepre nuk është kaq sa është thënë hadith. Do thotë, nëse e mohon hadithin, këtu hadithin e dobët, në këtë rast, do më prap ti ke fol për fenë e Allahut pa argument. Sepse vepra është e ligjshme me hadith sahih. Mirë po për caktimin e sasisë së shpërblimit, nëse nuk ke argument tjetër, pra nëse kemi hadith sahih që thot se shpërblimi për këtë fjalë, për shembull është sa 1000 sevape, edhe vjen një hadith i dobët që thot është 100, atëherë mohojmë se e dim me hadith sahih. Po nëse nuk ka, do thot është e ligjshme me hadith sahih, po nuk ka për sasinë e shpërblimit, atëherë nuk lejohet ta mohojmë këtë hadithin e dobët. Kështu këtë ka qëllimin Ibn Taymija rahimahullah. Edhe mendoj se kjo është sqarim i mirë, sepse shumë njerëz prej grupacioneve të devijuara thonë lejohet përdorimi i haditheve të dobta fi fadailil a'mal, apo në vepra të vlefshme. Do të thënë jo për halal dhe haram, po për nxitje për vepra të mira. Edhe kjo është kuptimi gabum. Do të thënë kjo i bie se kur përmendet një hadith i dobt për një vepër, për cilën s'ka argument sahih, atëherë mund të bëhet e ligjshme. Do thotë nuk bëhet asnjë ligj i bazuar në hadith të dobët, por mund thuhet vetëm për sasinë e shpërblimit. Shpresoj që nuk ja vështirësova këtë dhe të jetë e qartë. Dhe thot Ibn Taymija, wa hadha huwa alladhi kana al-Imam Ahmed ibn Hanbal wa ghayruhu, do të thënë Ahmed ibn Hanbal e ka pas këtë mendim. Wa ghayruhu yurakhsuna fihi, dhe disa të tjerë janë më tolerant, do të thënë për këtë hadith, në transmetimin e haditheve të vlerave të shpërblimeve. Por, wa amma an yuthbitu anna hadha amalun mustahabbun mashru'un bi hadithin da'if, fa hasha lillah. Do të thënë, por, pra ka Imam Ahmedi me këtë, siç e sqaroi Ibn Taymija. Ka disa dietar tjerë që kanë më shumë tolerancë për hadithe të dobta. Mirë po, që të ketë thënë dikush prej dietarëve që me hadith dobët vërtetohet një ligj, një vepër, do të thënë e ligjshme, kjo hasha lillah, do të thënë i lartësuar është Allahu, nuk e ka thënë askush prej dietarëve. Kema annahum idha arafu anna al-haditha kadhib, gjithashtu kur dihet se hadithi është gënjeshtër, do të thënë i është mbeshur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu nuk lejohet të transmetohet dhe të përmendet. Pra nuk lejohet, përveç e dini dietar që kanë shkruar libra të veçantë ku tregojnë për hadithe të rreshme, të trilluara. Ka, do të thënë, ajo është për të treguar se është i trilluar, jo për ta përmendur, do të thënë, dhe për ta transmetuar, do të thënë si hadith. Dhe për këtë është bazë hadithi sahih. Do të thënë edhe pra nuk ka të njerëz të sunetit diçka që kanë nxjerrë nga mendja e vet. Patjetër, edhe për këtë i themi Ibn Taymijës mirë, ti ku e ke argumentin që e thu këta? Pra ka thënë është argument hadithi sahih, man rawa anni hadithan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhabin, ose ahadul kadhabain, ose kadhibain, do të thënë kush transmeton një hadith që mendon se është gënjeshtër, atëherë ajo është një prej dy gënjeshtarëve. Do të thënë e ka shpik dikush tjetër dhe ky tjetri e di se është gënjeshtër, është shpifje dhe trillim, dhe transmeton. Atëherë edhe ky është një prej këtyre gënjeshtarëve që kanë hyrë në këtë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Do të thonë, ai i cili trillon gënjen për mua, qëllimisht le të përgatitet për ulsen në xhehenem, për vendin e tij në xhehenem. Edhe tjetri që nuk e ka trillu, por e transmeton duke ditur se është e rrënjshme, do të thonë atëherë gjithashtu është një prej këtyre gënjeshtarëve. Mirë, kjo është në lidhje me hadithin e dobët. Tash ka një çështje tjetër që sqaron Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, që është shumë e rëndësishme edhe kjo. Edhe keni kujdes. Thot: "Wama fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi at-ta'abbud, fa huwa ibadatun yusra'u at-ta'assi bihi fi." Do të thonë atë vepër që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për adhurim. Do të thonë një vepër që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me nijet të adhurimit. Atëherë është e ligjshme që ta ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë vepër. فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة do të thonë nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka veçuar ndonjë vend ose ndonjë kohë me adhurim të caktuar, kana takhsisuhu bitilka al-ibadati sunnah. Atëherë veçimi i këtij vendi ose i kësaj kohe me këtë adhurim, ajo është sunet. Siç është ketakhsisihi al-ashra al-awakhir bil-i'tikaf fiha. Do të thonë siç është veçimi i 10 ditëve të fundit të Ramazanit për itikaf në këto 10 ditë. Do të thonë atëherë është sunet të veçohen këto 10 ditë me të vërtetë për të bërë itikaf në xhami, do të thotë në këto 10 ditë e fundit ose 10 ditë netët dhe ditët e fundit të Ramazanit. Wa ketakhsisi maqami Ibrahima bis salati fihi. Edhe gjithashtu siç e ka veçuar maqamu Ibrahimin për me namaz. Do të thonë ky është vend që është i veçantë për të falur namaz të veçantë në të. فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل. Do të thonë pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është rregull, edhe shkruani. Do të thonë pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që të bëhet vepra siç e ka bërë ai. Do të thonë të bëhet vepra të cilën e ka bërë ai. Ta bësh veprën që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrën dhe me qëllimin që e ka bërë ai, sepse e ka bërë ai. Do të thonë kjo është pasimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si ka thënë pra Omeri radhiyallahu anhu, kur e ka pudh gurin e zi, ka thënë unë e di se ti je gur, nuk bën dobi dhe dëm, dhe mos ta kisha pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke të puthur, nuk të kisha puthur. Që do të thonë puthja e varreve ose mureve ose gurve, mureve të qeve kështu, nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë. Atëherë, prandaj pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është të bëhet vepra të cilën ai e ka bërë në mënyrën dhe qëllimin që ai e ka bërë, sepse ai e ka bërë. Domethënë kjo është pasimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot që është shumë e rëndësishme. Po. وذلك إنما يكون بأن يقصد مثل ما قصد. Gjithashtu, pasimi i sunetit bëhet duke e pasur qëllimin e veprës siç e ka pasur qëllimin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, edhe kjo shtohet te ky definicion. Dhe me që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëtuar për haxh, për umre, për xhihad, edhe ne udhtojmë. Edhe atëherë e ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu kur ka goditur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta zbatuar dhe për ta ekzekutuar një ligj prej ligjeve të Allahut, atëherë kjo është adhurim. Kurse kur godet njeriu për diçka tjetër, do të thënë jo për ta çuar vend, do të thënë ekzekutimin e ligjit të Allahut, atëherë nuk është ibadet, edhe pse e bën veprën e njëjtë. Kur e ka qëllimin jo si qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë nuk është pasues edhe nëse e bën veprën e njëjtë. Sepse gjithashtu në raste tjera, do të thënë për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë udhëtimit është ndalur në ndonjë vend.
po këtë nuk e ka bërë me qëllim të adhurimit. Nuk e ka veçu këtë vend për adhurim. Atëherë, ndalja në atë vend, ose falja namazit në atë vend, a është adhurim, ose a është pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nuk është. Ose për shembull thot, shembull tjetër për ta kuptuar, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pirë ujë, edhe uji që ka mbetur e ka derdhur te një pemë ose një bim për ta ujitur. Por këtë nuk e ka bërë me qëllim të adhurimit. Prandaj nuk lejohet që të vijë dikush thotë është sunet kur pi ujë të lësh një pjesë edhe ta derdhësh te një bim, domethënë për ta ujitur. Pra, ose për shembull kur merr avdes, është sunet me lënë një pjesë të ujit për ta ujitur, domethënë te një pemë aty afër. Këtu nuk ka pasim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose gjithashtu thot, nëse kafsha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra kali ose deveja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ecë në njëra anë të rrugës. Nuk është sunet, do të thonë që të ecet ashtu, sepse nuk e ka bërë me qëllim të adhurimit. Mirë po, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma e ka pas këtë mendim. Do të thonë që të veproj veprat siç i ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë e ka pas këtë mendim. Dhe kurse thot Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa amma al-khulafa ar-rashidun wa jumhur as-sahaba falam yastahibbu dhalik. Kurse khalifët e drejtë dhe al-khulafa ar-rashidun dhe shumica e sahabeve nuk e kanë pa këtë punë të pëlqyeshme, nuk e kanë llogaritur se është në rregull, sepse nuk është kjo nuk është, domethënë, prej pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi pasimi duhet të jetë në veprën dhe qëllimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, nëse e ka bërë qëllimin, nëse e ka bërë veprën me qëllim të adhurimit, atëherë pasohet, bëhet ajo vepër me qëllim të adhurimit. Nëse e ka bërë veprën jo për adhurim, por ka qenë për ditëshmëri ose punë e zakont, atëherë nuk mundesh ti me bë atë vepër për adhurim, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bërë për adhurim. Atëherë, pra Ibn Umar radhiyallahu anhuma ka thonë, edhe nëse nuk e ka pas qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po vetë vepra e tij është e bukur dhe është e mirë, vepra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë unë dëshiroj që atë vepër ta bëj njësoj në formën që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë kjo është nga dashuria e madhe ndaj tij, ose e ka bërë me qëllim të përfitimit bereqetit, të përngjasimit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe mirë po shumica e sahabeve, edhe sidomos khulafa ar-rashidin e kështu me radhë, nuk e kanë pas këtë mendim. Atëherë, thot Ibn Taymiyyah, gjithashtu në këtë temë hyn edhe dhënia e zakatul fitrit në hurma. Do të thënë në atë vend ku hurmat nuk janë ushqim kryesor i vendit. Thotë pse e ka vënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Jo se adhurimi është dhënia e hurmave, pa adhurimi është dhënia e ushqimit me cilin jeton ai popull ose banorët e atij vendit jetojnë me atë ushqim. Edhe adhurimi i nxjerrjes së zakatul fitrit është nxjerrët ushqim me cilin jetojnë banorët e atij vendi. Jo, domethënë nuk është e veçantë për hurma. Prandaj, nëse kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hurma, se ato kanë qenë ushqimi kryesor dhe më i vlerësuar. Edhe për këtë shkak e kanë nxjerrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më të mirën. Kështu që pasimi këtu, si është në këtë rast pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zgjidhet ushqimi më i preferuar i vendit, dhe jo, domethënë, patjetër hurmat. Mirë, për shembull, sikur thot më ul ose me prek mimberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë ajo shumica e sahabëve ose mendimi më i saktë është me kru. Domethënë kjo kur ka ekzistuar mimberi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë aty është ulur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka mbajtur hutbet aty. Edhe këtu ka pas ikhtilaf. A është mirë që të preket ai mimber ose të ulet njeriu në ta?
do të thënë sepse është ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më shumica, edhe mendimi më i saktë është se më e pakta është me kru të bëhet kjo vepër. Jo ibadet, jo sunet, po më e pakta se është me kru, do të thënë këtë kanë thënë xhumhuri. Kurse do të thënë kur ka ekzistuar ai mimber, kurse tani nuk ekziston. Nuk ekziston mimberi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra këtë vepër nuk e kanë bërë Abu Bekri, Omeri, Othmani, edhe pra dietarët e sahabeve, ose sahabët më të mëdhenj nuk e kanë bërë këtë vepër. Kurse gjithashtu Omeri radhiyallahu anhu është transmetuar me zinxhir sahih se Omeri radhiyallahu anhu ka thënë, pra ka qenë në udhtim, edhe i ka parë njerëzit duke shku në një vend të caktuar që të falen aty. Ka thënë me hadha, çka është kjo? Ka thënë, ky është një vend në cilin është falur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, a doni ju t'i bëni gjurmët e pejgamberit xhami, do të thënë faltore? Innama halaka man kana qablakum bihadha. Ka thënë popujt para jush janë shkatruar për shkak të kësaj. Do të thënë popujt e mëparshëm i kanë bërë varret faltore, i kanë bërë gjurmët e pejgamberëve ose njerëzve të mirë vende të ibadetit, edhe kjo i ka çu në devijim dhe teprim, edhe i ka çu deri në shirk. Prandaj ka thënë men adrakathu fihi salatu falyusalli fihi wa illa falyamdi. Do të thënë, nëse je ndalë ti në atë vend, edhe ka ardhur koha e namazit, falu. Nuk është ndaluar që të falësh, do të thënë, por nëse nuk është kështu, atëherë vazhdo. Pra, qëllimi është nuk duhet të ketë synim njeriu në atë vend që nuk e ka bërë të ligjshme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra me qëllim të ibadetit. Atëherë, prandaj thotë se dietarët kanë dy mendime në lidhje me ato gjërat që janë mubah, të lejuara, që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë si në veshje ose ushqime ose mënyrën e të fjeturit për shembull. Nëse ishe xhamatu tabligh, do të thënë gjithë daveti i tyre dhe angazhimi i tyre, mësimi i tyre është si ka fjetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse si ka besuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e marrin parasysh. Si e ka veçu Allahun me adhurim, nuk e marrin parasysh. Si e ka fal namazin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e marrin parasysh. Por nëse njeriu harron, nëse ka, edhe unë personalisht e kam përjetu këta, një gisht me pas gabim kur shtrihesh, sipas atyre që mendojnë se edhe ato nuk janë gjitha sakta. Nëse pak ke në pozitë, do të thënë gabim në gjumë, si thonë se do të thënë je gabim ose qortojnë edhe bëjnë nehyan il munker. Dhe kjo nuk është e saktë, do thotë. Pra flasim për gjërat që janë të lejuara, që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a janë vetëm të lejuara apo janë të preferuara? Ka dy mendime të dietarëve. Edhe të dyja janë transmetuar nga Imam Ahmedi dhe nga dietarë të tjerë. Dhe më e saktë është se ato që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë të përditshmërisë, ato janë argument se këto janë të lejuara. Domethënë një vepër ose një ushqim ose një veshje që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është argument se kjo është e lejuar. Nuk është argument se është mustahab, e pëlqyer ose se është sunet. Pastaj ka thënë vetëm pak se ka pak një dallim në botimet, të një vend nuk kishte. Po. Thot në vazhdim Sheikhul Islam Ibn Taymija, kur njeriu e ka synim, do të thënë namazin ose duan ose adhurimin në një vend të caktuar, të cilin nuk e kanë pas qëllim
pejgamberët ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë pas qëllim veçimin e këtij vendit me atë adhurim, por është transmetuar se kanë kaluar aty edhe janë dalur në atë vend ose kanë jetuar në atë vend. Atëherë, si u tha më herët, domethënë nuk e kanë bërë shumica e sahabëve këtë vepër, edhe nuk llogaritet kjo ndjekje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk është ndjekje, domethënë edhe në vepër edhe në qëllim, por është vetëm në formën e veprës. Dhe është e ditur që vendet të cilat i ka synuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato vende në të cilat është ndalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë udhëtimit ose ku ka banuar ai sallallahu alaihi wasallam, ose kur ka shku në haxh ose gjatë luftrave kështu me radhë, ose shtëpitë e tij në të cilat ka banu, domethënë të gjitha këto janë domethënë vende të përditshmërisë, nuk i ka bërë me qëllim të adhurimit. Dhe gjithashtu edhe varret e pejgamberëve, domethënë nuk janë vend për adhurim. Megjithëse het varri asnjërit prej pejgamberëve, përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra çdo kush që pretendon se e di, domethënë çdo kush që pretendon se në një vend caktuar është varri i filan pejgamberit, të gjitha ato janë pa bazë, nuk kanë argument. Përveç ajo që ka argument është varri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dihet, domethënë ku është. Edhe gjithashtu kanë përmendur prej sahabeve, as kujt nuk i dihet ku është varri përveç Abu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhuma. Domethënë varri e Ebu Ejub el-Ansarit, që pretendojnë se është në Istanbul, nuk është e vërtetë. Nuk ka argument se ai është vendi ku është varrosur Ebu Ejub el-Ansari radhiyallahu anhu. E vërtetë është se është varrosur jashtë mureve të Konstantinopolës. Për këtë ka argument, po cili është ai vend, nuk ekziston argument. Prandaj atë që kanë bërë, që është idhull, që adhurohet në Istanbul, njëherë nuk është e saktë se është varr i këtij njeriu të mirë, sahabiu të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ajo që është e lidhshme në lidhje me varret e njerëzve të mirë, besimtarëve dhe pejgamberëve, cila është e lidhshme kur i viziton, mi dhon selam, edhe lutja për ta. Domethënë kjo është ti lutesh Allahut subhanahu wa taala për ta, që Allahu ti mëshirojë edhe t'ua ngrej gradët në xhenet. Edhe asesi nuk është e lidhshme që të bëhet ndonjë adhurim aty, domethënë të bëhet namaz aty ose leximi i Kuranit e kështu me radhë. Kjo më e pakta domethënë është bidat, është haram në Islam. Pastaj tjetra, nëse i drejtohet lutja dhe adhurimi atij të varrosurit, atëherë është dalje prej Islamit, është shirk. Edhe këtë çështje e kam dëgjuar gjithashtu këtë person besimlumën duke promovu. Edhe ka thënë se domethënë ai vend duhet të vizitohet, edhe kurse këta vehabit çka kanë dashur aty ta bëjnë varrin e Ebu Ejub el-Ansarit, domethënë autoban ose ashtu thotë ai. Kjo njëherë tham nuk është e vërtetë se ai është varri i Ebu Ejub el-Ansarit, por edhe nëse është, domethënë ai është një prej besimtarëve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar çka duhet veprohet te varret. Ka thonë të vizitojmë varret për ta përkujtuar vdekjen. Edhe për të lutur për ata të vdekurit. Se të vdekurit në varre kanë nevojë për lutjen e të gjallëve. Dhe të gjallët nuk kanë nevojë të luten të vdekurve. Se, domethënë, nuk mund të përgjigjen. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në Kur'an si argument se nuk lejohet lutja ndaj tyre sepse janë të vdekur. Domethënë ky është argument. Ata janë amwatun ghayru ahya. Domethënë ata janë të vdekur, idhujt dhe secilin që adhurojnë përveç Allahut, janë të vdekur. Si ka mundësi ti lutesh atyre? Ka disa që argumentojnë me ajetin se shahidët janë të gjallë. Edhe thonë këta nuk janë të vdekur, atëherë bën të lutemi. Mirpo ky ajet thotë bel ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Domethënë ata janë gjallë te Zoti i tyre dhe furnizohen. Nuk ka thënë se ata furnizojnë ose i përgjigjen lutjeve, por ata janë gjallë të nderuar te
Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, pra Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Do të thënë xhamit janë vetëm për Allahun dhe mos e lutni askënd përveç Allahut. Edhe ka thënë Allahu i lartësuar amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uhu mukhlisin lahu ad-din. Do të thënë Allah Zoti im ka urdhëruar për drejtësi dhe që të drejtoheni në secilën xhami, pra ti drejtoheni Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ta lutni atë me përkushtim të pastër të gjithë fesë vetëm ndaj atij, pra mos i luteni askujt përveç atij. Po ashtu ka thënë Allahu ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun. Do të thënë nuk u takon mushrikëve, do të thënë atyre që i lutën tjetër kujt përveç Allahut, nuk u takon që ti ngrejnë xhamit ose ti mbushin dhe të gjallërojnë xhamit, kur ata janë dëshmitar kundër vetes së tyre për kufër. Do të thënë ata janë dëshmitar se janë duke bërë kufër me këtë shirkun e tyre. Atyre u azgjësojnë të gjitha veprat dhe ata janë përgjithmonë në xhehenem. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Do të thënë xhamit e Allahut i mbushin, i ngrejnë dhe i gjallërojnë, do të thënë ata të cilët i besojnë Allahut ditës së gjykimit, që e falin namazin, e japin zakatin dhe nuk i friksohen askujt përveç Allahut. Fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Do të thënë për këta është që shpresohet se janë të udhëzuar. Do të thënë padyshim se këta njerëz janë të udhëzuar. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala nuk u ka bërë të ligj prej fjalëve të Ibn Taymiyes në vazhdim. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala nuk u ka bërë të ligj me muslimanëve që të synojnë ndonjë vend për namaz, përveç xhamive. Dhe gjithashtu nuk është e ligjshme në fenë e Allahut që të synohet në një vend për ndonjë adhurim, përveç al-mashaa'ir, do të thënë vendet e caktuara për haxh. Do të thënë vetëm në ato vende shkohet për adhurim. Pra shkohet në Arafat, Muzdalife, Mina. Shkohet për adhurim të caktuar, për ta kalu natën për shembull Muzdalife, për ta kalu ditën në Arafat, duke ju lutur Allahut subhanahu wa taala, edhe për të kalu netët e tashrikut në Mina. Kjo është e ligjshme. Nuk ekziston asnjë vend tjetër në botë që Allahu e ka bërë të ligjshme të synohet për të qëndruar aty për ndonjë adhurim. Dhe nuk lejohet shkuarja në ndonjë vend për namaz, do të thënë vetëm për të falur, do të thënë me shku në filan vendin për të falë 2 rekate te ai vend. Nuk lejohet përveç se nëpër xhami. Do të thënë kur hyn në xhami, fal 2 rekate për përshëndetje të xhamisë edhe për namazin që është obligim e kështu me radhë, do të thënë xhamit janë për këto vende. Dhe gjithashtu prej xhamive të botës nuk lejohet të merret udhtim i veçantë për ta synuar një xhami të caktuar, përveç 3 xhami. Do të thënë merret udhtim vetëm për El Masjidul Haram dhe xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe El Masjidul Aqsa. Kurse të merret udhtim i veçantë për ta falë namazin në një xhami të caktuar, si në një vlerë e veçantë e namazit në atë xhami, kjo është e ndaluar në Islam. Do të thënë vetëm këto vende që i përmendëm janë, do të thënë, për ta shfaqur tauhidin. Edhe prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë këto gjujtja e gurëve, qëndrimi në Muzdalife ose në Mina dhe tawafi dhe sa'i janë caktuar vetëm për ta ngritur përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra si ka thënë Allahu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt. Do të thënë thuaj namazi im, nusuk, ritet, do të thënë që hyn edhe ritet e haxhit dhe umrës, dhe në veçanti riti i therrjes kurbanit. Do të thënë namazi im, kurbani im, gjithë jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun Zotin e botëve, i cili nuk ka asnjë ortak, askënd të barabartë, edhe me këtë jam i urdhëruar.
Se thot në vazhdim autori rahimahullah, feja e ka bazën në ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe që t'jemi në përputhje me veprat të cilat ai na ka urdhëruar dhe ai na ka bërë të ligjshme. Domethënë kjo është sunet edhe kështu pasohet në veprat e tij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në vazhdim thot, shumica e selefëve prej dietarëve do thot pra gjithë kanë thonë se nuk lejohet të caktohet në një adhurim si afrim ndaj Allahut përveç asaj që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse ka bërë një vepër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë jo si adhurim, atëherë domethënë se ajo vepër është e lejuar dhe jo se ka dhe një preferencë të veçantë. Mirë, në vazhdim pastaj thot wa ahlul ibadat al bid'iyya yuzayyinu lahum ash-shaytanu tilka al ibadat wa yubaghidu ilayhim as-subul ash-shar'iyya hatta yubaghidahum fi al-ilmi wal-Qur'ani wal-hadith. Domethënë këta njerëz që bëjnë ibadete të shpikura, që janë bidat. Shejtani ju vjen dhe ju astolis ato vepra, edhe i fut dashuri, domethënë zemër për këto vepra që janë bidate, dhe u bën të urryera të gjitha rrugët sheriatike të ligjshme. Ja bën të urryera rrugët e ligjshme dhe i fut shejtani urrëtie ndaj diturisë, edhe ndaj Kuranit dhe hadithit. Domethënë këtyre njerëzve që bëjnë bidate, pra shejtani u bën bidate të bukura dhe u bën angazhimin me dituri ose praktikimin e sunetit ose mësimin e Kuranit dhe hadithit, ja bën shumë të urryer. Fala yuhibbuna sama'a al-Qur'ani wal hadith. Nuk e duan këta dëgjimin e Kuranit dhe hadithit. Wala dhikrahu, as që të përmenden. Pra e keni pa që nëse i thuhet hadith, thonë na keni çka kokën me hadithe. Ose kam dëgju disa njerëz duke thënë këta nuk din tjetër, vetëm hadithe. Edhe kam thënë edhe më herët, po e kemi dëgjuar edhe në këtë kohë. Gjithashtu thonë nuk din tjetër përveç se Kur'an sunet. Domethënë tregon se shejtani ka futur urrëtie në zemër. Nuk e duan librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yubaghidu ilayhim hatta naw' al-kutub. Domethënë disa prej tyre shejtani u bën të urryer edhe vet librin. Domethënë formën e librit dhe llojin e librit ja bën të urryer. Fala yuhibbuna kitaban, edhe nuk duan të shohin asnjë libër këta njerëz. Edhe wala man ma'ahu kitab, as nuk duan të shohin ata njerëz që kanë libër me veti. Do thotë në këtë mënyrë deri këtu shkon randjekja e bidateve. Walau kana mushafan aw hadithan, nëse ai njeri në dorë ka ndonjë mushaf ose libër të hadithit, e urrejn, pse e merret me libra. Thot kama haka an-Nasrabadhi annahum kanu yaqulun, pra ky person, domethënë që ka qenë pra me këta njerëz, kanë thonë se ka thonë ky se ata thonë yad'u ilm al-khiraq wa ya'khudhu ilm al-waraq. Domethënë këta njerëz e lanë diturinë shpirtërore, diturinë e njohjes shpirtërore, edhe e marrin diturinë e fletave, letrave. Domethënë pra është nënçmim për ata që angazhohen me dituri. Edhe ka thonë ky wa kuntu astru al-wahi minhum. Edhe i kam fshehur fletoret prej tyre, domethënë diturinë që ka shkruar dhe hadithet që i ka shkruar, i ka fshehur prej tyre. Falamma kaburtu ihtaju ila ilmi, atëherë kur u rrita ose domethënë kur u plaka, atëherë u tregu se kam nevojë për diturinë time. Thot wa kadhalika haka as-sirr as-saqti. Domethënë gjithashtu ka treguar edhe ky person se ka hyrë një njeri te kaj, domethënë një njeri prej këtyre ibadeteve të shpikura, ka hyrë te ai dhe kur e ka pa lapsin dorë, ka dalë. Domethënë është zemru. Pra ti merresh me laps, me shkrim diturisë, do thotë njeri sikur
njeriu i sunetit me hi në një vend, e shet dikon duke pi cigare, ose e shet dikon për shembull me gitarë në dorë, edhe largohet. Domethënë, është në këtë mënyrë këta kur ta shohin dikon me libër ose me laps, domethënë është urrëtie shumë e madhe, domethënë për këtë gjendje. Edhe thot ولهذا قال سهل ibn Abdullah at-Tusturi rahimahullah, ka thënë pra ky dietar, يا معشر الصوفية لا تفارقوا السواد على البياض فما فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق. Ka thënë o sufi, mos u largoni prej shkrimit, domethënë të zezës në të bardhë. Pra mos u largoni prej librave dhe prej kërkimit diturisë, sepse secili që largohet prej kësaj bëhet zindik. Domethënë devion dhe do thot del prej islamit. وقال الجنيد thot علمنا هذا ose علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة. Domethënë dituria jon është ndërtuar në Kur'an dhe Sunet. فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن. Prandaj kush nuk e lexon Kur'anin dhe nuk shkruan hadith, pra nuk mëson hadith, nuk merret për shembull, dhe nuk merret si, domethënë që të ndiqet. Pastaj thot shumë prej këtyre njerëzve të bidateve largohen prej përmendjes së shariatit ose Kuranit, ose domethënë prej njeriut që ka libër ose shkruan, domethënë sepse ata e ndjejnë. Pse domethënë cili është shkaku? Pse gjithë kjo urrëtie për diturinë dhe shkrimin? Se thot ata e kuptojnë se ky lloj njerëzve që angazhohet me libra dhe me shkrim, patjetër do ta kundërshtojë rrugën e tyre. Edhe kjo është përgjigja pse të gjitha këto grupacione i urrejnë dietarë si Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ose Imam Rabi al-Madkhali, sepse angazhimi me dituri, domethënë asnjëherë nuk ju shkon në favor të atyre. Se këta njerëz që e mësojnë diturinë, do ta shohin se rruga e tyre është gabim. Edhe pastaj do t'i refuzojnë, do t'i sqarojnë atyre se jeni këtu gabim. Domethënë nuk është kjo sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu me radhë. Prandaj thot Ibn Taymiyah, shejtanët e tyre i largojnë prej diturisë, siç kanë larguar gjithashtu siç kanë bërë, domethënë janë munduar të largojnë jahudit dhe krishterët, i largojnë njerëzit nga dëgjimi i Kuranit. Siç e dini deri sot, mundohen t'i mbajnë ata të vetët sa më larg prej dëgjimit të Islamit. Edhe ka thonë Sheikhul Albani dhe Sheikh Ibn Baz, domethënë nëse u paraqitet Islami në formën e saktë, siç është me të vërtetë, mosbesimtarëve do të hyjnë grupe e popull, domethënë me të madhe do të hyjnë në Islam, nëse u prezantohet tamam. Për këtë shkak, ata mundohen t'i mbajnë njerëzit sa më larg prej Islamit të vërtetë, duke bërë, domethënë lloj propagande për ta prishur imazhin e Islamit, për ta prishur imazhin e muslimanëve, edhe në këta ndihmojnë edhe këta njerëz bidatit, për cilët po flet Ibn Taymiyah, edhe kështu do thotë që të jenë sa më larg prej kuptimit të vërtetës. Dhe që mos i ndryshoj atij besimi, thot. Siç kanë thënë edhe populli i Nuhit. Populli i Nuhit i kanë mbyll vesht, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Domethënë i kanë mbyllur vesht kur ka fol Nuhi alayhi salatu wassalam, i kanë mbyllur veshët dhe kanë mbuluar fytyrën me rrobat e tyre. Domethënë s'kan dashur as ta shohin, as ta dëgjojnë. Se nëse i dëgjojnë fjalët e vërtetës, patjetër do ta kuptojë dikush prej tyre se kjo është e vërteta. Edhe kështu bëjnë njerëz të bidatit dhe fitneve, edhe i tmerrojnë njerëzit, mos i dëgjoni ata. Domethënë edhe ata të devijuarit më të vonshëm, si pasuesit e Minagos e kështu me radhë, i tmerrojnë pasuesit e tyre që mos dëgjojnë prej njerëzve të sunetit. Se po dëgjojnë, atëherë, domethënë mund të udhëzohen në rrugën e drejtë dhe ta kuptojnë se rruga e tyre është batil. Gjithashtu thot, ka thënë Allahu i lartësuar për mushrikët, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi
la'allakum taghlibun. Edhe mosbesimtarët prej mushrikëve të Kurejshve kanë thënë mos e dëgjoni Kur'anin. Po kur të lexoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëni zhurmë. Domethënë që zhurma juaj të ngadhnjej edhe mos dëgjohet fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Domethënë kjo është ajo që e bëjnë edhe njerëz të bidatit, edhe mosbesimtarët, domethënë hapja e kanaleve të shumta, domethënë që të ketë sa më shumë zhurmë, që njeriu mos mund të orientohet te dëgjimi i të vërtetës. Po ashtu ka thënë Allahu, fama lahum ani tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara. Domethënë çka është puna atyre që largohen nga përkujtimi. Domethënë ja kthejnë shpinën edhe sa më larg. Nësi ata gomartë e trembur, domethënë që fillojnë të vrapojnë, hikin nga fjala e Allahut dhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot وهم من أرغب الناس في السماع البدعي سماع المعازف. Edhe janë njerëzit që më së shumti e duan dëgjimin e bidatit, ose do të thënë formën e dëgjimit që është bidat, të dëgjojnë ilahi, këndime, muzikë, gjithashtu. ومن أزهدهم في السماع الشرعي. Do të thënë edhe janë njerëzit që janë më së largti nga dëgjimi shariatik. Do të thënë ta dëgjojnë sema'i ayatillahi ta'ala. Do të thënë që janë më larg prej dëgjimit të ajeteve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe prej atyre që thot pse shejtani u ka zbukuru kështu rrugën atyre, sepse ata e kanë pa që shumë prej njerëzve që angazhohen me dituri dhe me libra, dhe po, do thot kjo është gjithashtu një përkujtim shumë i rëndësishëm për të gjithë ne, sepse mos flasim vetëm për tjerët, domethënë duhet të flasim për veten tonë. Ka edhe një rrugë të rrezikshme që e përdor shejtani për t'i larguar njerëz të devijuar nga dëgjimi i të vërtetës. Edhe këtu faji është, domethënë te bartësit e të vërtetës, thotë se shohin shumë njerëz që angazhohen me dituri dhe me libra, që nuk janë të përpikt në adhurim. Domethënë nuk i kryejnë adhurimet si duhet. Edhe thrasin për menhej selefi. Kurse kur ti shohësh veprat e tyre, domethënë nuk janë të mira. Edhe nuk ecin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose angazhohen me dunja, ose angazhohen me mëkate, ose janë domethënë kanë ignorancë dhe sjellje të këqija, edhe do më thënë veprime jo të hishme, dhe thot fasara wujudu haula'i mimma yunaffiruhum. Dhe prezenca e këtyre njerëzve në mesin e njerëzve të hakut. Do më thënë ata që thrasin në tauhid dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e shen mesin e tyre ka njerëz që me të vërtet nuk din si kryen disa adhurime, ose nuk janë të përpikt në kryerjen e adhurimeve, ose kanë moral të keq, fjalë të këqija, edhe do të thënë fjalë të ulta, ofendime e kështu me radhë. Atëherë këtë e marrin këta njerëz të batilit, e marrin për argument, për ta anuluar të vërtetën. Thonë këta me pasjen me të vërtetë selefi, me pasjen me të vërtetë që ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk bëjnë vepra të këtilla. Kurse ne jemi të sjellshëm, jemi të moralshëm e kështu me radhë, jemi ibadetxhi, kështu me këtë mënyrë, domethënë shejtani mashtron shumë prej pasuesve të tyre. Edhe thot, atëherë ndodh urrëtie mes këtyre dy grupeve, domethënë aq urrëtie e madhe, si domethënë disa aspekte si urrëtia mes dy feve të ndryshme. Domethënë njerëz që e kanë kuptuar hakun në teori dhe nuk praktika e tyre nuk është plotësisht në hak, dhe njerëz që janë në bidate. Edhe urrëtia e tyre mes këtyre, domethënë as këta nuk e dojnë udhëzimin e këtyre, as këta nuk duan të jenë në rrugën e këtyre. Kështu, domethënë bëhet urrëtie sikur mes dy feve të ndryshme, sikur mos me qenë të dy palët musliman. Edhe këta thonë lejsa haulai ala shay wa haulai yaqulun lejsa haulai ala shay. Do të thënë këta thonë këta nuk janë në asnjë udhëzim,
Edhe ata tjerë thonë këta nuk janë asnjë udhëzim, nuk janë, domethënë, rrugën e drejtë. Dhe prandaj kjo, shikoni Ibn Taymija rahimahullah, nuk është diçka e re veç në kohën tonë. Pra këtë këshill ne ka dhënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah. Duhet të kemi kujdes nëse jemi përfaqësues të fesë së Allahut, jemi përfaqësues të tauhidit, jemi përfaqësues të diturisë, jemi përfaqësues të pasimit sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Flasim në emër të selefit, sahabëve. Atëherë nuk duhet me të vërtet ta turprojmë këtë rrugë me dobësitë tona. Nëse kemi dobësi, të paktën me njanohu, dhe lëri ata që mund ta përfaqësojnë dhe ta prezantojnë këtë fe të madhrishme me dinjitet. Dhe secili duhet ta di, domethënë, gjendjen e vet, edhe më mirë, domethënë, të ruhet nga bërja e dëmit më shumë sesa, domethënë, mendon për ngritjen e vetvetes, për të treguar se unë jam në hak, kurse gjithë të tjerët janë të devijum. Domethënë, kjo me të vërtet duhet njeriu të ruhet shumë. Pastaj ka prej, dhe thot Ibn Taymija, tjetër mënyrë me të cilën shejtani i mashtron ata. Disa prej tyre thonë se i vjen dituria për Kur'anin pa e mësuar askund. Domethënë i vjen njohuri për Kur'anin pa mësuar te dikush, dhe thonë se filanit i ka ndodhur kjo e kështu me radhë. Kjo është gënjeshtër, thot Ibn Taymija. Ka mundësi dikush ka dëgjuar ajete dikund më herët, për shembull i ka dëgjuar ndonjë namaz ose ndonjë mësim, edhe pastaj keni pasur se shumë njerëzve u bie pluhuri harresës. Ma vonë ka mundësi që kthjellohet edhe i kujtohen ato ajete. Edhe atëherë shejtani i thotë ashe se si të erdhi njohuria për ajetet pa mësuar askund. Kjo është një mënyrë, por edhe ka njerëz që gënjejnë. Domethënë mësojnë fshehurazi edhe thonë, më ka ardhur inspirimi, domethënë vetë pa e mësuar Kur'anin, më ka ardhur Kur'ani. Pastaj tjetër, pra ata njerëz që largohen nga përmendja e Allahut, dhe përmendja e Allahut është libri i Allahut. Pra ka thënë Allahu, "Wa man ya'shu 'an dhikri r-Rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Domethënë kush largohet nga përmendja e Allahut, atij ja lidhim një shejtan dhe ai është vazhdimisht, domethënë, i pandashëm prej tij. Innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Domethënë shejtanët, këta njerëz, i pengojnë nga rruga e drejtë dhe ata mendojnë se janë të udhëzuar. Hatta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'd al-mashriqayn sal qarin. Pastaj kur të vijnë tek Allahu në ditën e gjykimit, edhe shehat shoqëruesin e tij, shejtanin, prej xhinëve ose prej njerëzve, edhe thot, i miri unë sikur të kisha pas largësi prej teje sa nga lindja deri në perëndim, domethënë se ke qenë shok dhe shoqërues më i keq. Thot wa dhikru r-Rahman, kjo këtu në këtë ajet është thënë përmendja e Allahut. Çka është përmendja e Allahut? Thot është ajo që Allahu ja ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë Allahu wa hadha dhikrun mubarakun anzalna. Domethënë ky është përkujtim ose përmendje e bekuar që ta kemi zbritur ty. Dhe ka thënë Allahu, wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Domethënë nuk është Kurani asgjë tjetër përveç se përkujtim për të gjithë njerëzit. Pastaj ashtu ka thënë Allahu, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Padyshim se juve do t'ju vijë prej meje udhëzimi. Dhe kush e ndjek udhëzimin tim, ai as nuk devijon, as nuk dëshpërohet. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kurse ai që largohet prej përkujtimit tim, domethënë prej asaj që e zbret Allahu subhanahu wa taala pejgamberit. Domethënë në këtë rast Kur'anin që ja ka zbritur Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush largohet prej këtij përkujtimi, ai do të ketë jetë të ngushtë. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, edhe në ditën e gjykimit do ta ringjallin të verbër. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ai do të thotë, o Zoti im, pse më ringjallet verbër kur unë shikoja në dunja. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Pra i thuhet në këtë mënyrë sepse ty të erdhën ajetet tona dhe ti harrove, edhe në këtë mënyrë edhe ti sot harrohesh.
Po ashtu ka thënë Allahu, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Pra ky Kur'an udhëzon për atë që është më e sakta dhe më e drejta dhe i përgëzon besimtarët të cilët bëjnë vepra të mira se do të kenë shpërblime të mëdha. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adhaban alima, dhe që tregon se ata të cilët nuk besojnë në ahiret, për ata kemi përgatitur dënim të dhëmshëm. Dhe ka thënë Allahu, wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Do të thonë, kështu ne ta shpallëm ty shpirtin, gjallërinë dhe jetën nga urdhri jon, dhe ti nuk e dije më përpara se çka është libri dhe çka është imani. Mirë po, ne e bëm atë dritë me të cilën e udhëzojmë këtë duam prej robërve tanë, dhe ti udhëzon ose drejton në rrugë të drejtë, siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila Allahi tasiru al-umur. Do të thonë udhëzon në rrugën e Allahut, të cilit i takon çdo gjë që ka në qiell dhe në tokë, dhe te Allahu përfundon çdo çështje. Po ashtu ka thënë, kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Pra ky është libër që ne ta kemi shpallur ty, që ti nxjerrësh njerëzit nga errësirat në dritë me lejen e Zotit të tyre, ti nxjerrësh në rrugën e të gjithëpushtetshmit të lavdishmit. Dhe ka thënë Allahu, falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabi'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dhe ata të cilët besojnë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e përkrahin dhe ndihmojnë dhe e ndjekin dritën që është zbritur atij, ata janë të shpëtuarit. Do të thonë, ajetet shumëta që tregojnë se udhëzimi është duke mësuar librin e Allahut, duke dëgjuar librin e Allahut dhe duke kuptuar mirë, duke ndjekur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duke mësuar hadithet e tij. Pra argumentet janë shumëta dhe çdo mënyrë tjetër është mënyra e devijimit. Nuk ka mundësi të ketë tjetër udhëzim përveç udhëzimit që ka zbritur Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe përmendim më herët se këta njerëz thonë se neve na jepet më shumë se u është dhënë pejgamberëve, ose dikush prej tyre thonë se ne marrim diturinë direkt nga Allahu. Edhe thonë, gjithashtu thonë, ju merrni diturinë nga të vdekurit. Do të thonë, prej dietarëve që kanë vdekur dhe ata kanë marrë prej tjerëve që kanë vdekur, kurse ne marrim diturinë nga i gjalli, vetëm do të thonë direkt nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këtë fjalë refuzon në shumë aspekte, Ibn Taymija rahimahullah. Një thot, duhet t'u thuhet atyre, ku e diti se kjo që të vjen është nga Allahu. Do të thonë, këtë librin e Allahut e dim, po ti këtë dituri që thua se të ka ardhur, me çfarë argumenti e di se është nga Allahu dhe nuk është nga shejtani. Edhe nuk është prej vezveseve të shejtanit, sepse shejtanët i inspirojnë me vezvese miqtë e tyre dhe zbresin tek ata, do të thonë si ka thënë Allahu, wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim. Do të thonë shejtanët i inspirojnë miqtë e tyre. Edhe gjithashtu ka thënë se zbresin shejtan, do të thonë si ka thënë Allahu, a doni t'ju tregoj kujt i zbresin shejtan, men tanazzalu alayhi shayatin, do të thonë kujt i zbresin shejtanët, tanazzalu ala kulli affakin athim. Do të thonë i zbresin secilit shpifës mëkatar. Do të thonë ata që merren me shpifje dhe mëkate dhe largim prej shariatit të Allahut, padyshim se u zbresin shejtanët dhe i inspirojnë, u japin dituri të shejtanit. Dhe ne e kemi Kur'anin. Për Kur'anin ka thënë Allahu, alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Do të thonë Allahu është që ka zbritur Furqanin. Furqan, do të thonë vija dalluese. Pra kjo është pesoria që dallon të vërtetën nga e pavërteta. Dhe ju e braktisni Kur'anin. Si e dalloni, do të thonë tash se ky inspirim që ju ka ardhur
është nga Allahu dhe nuk është nga shejtani. Kurse nuk keni dituri nga Kurani për ta, do të thënë nuk keni dituri furqan, nuk keni dallim ose dallues, që ta dini se cila është e vërtetë dhe cila jo. Dhe pasi u përmendën argumente se shejtanët u zbresin mëkatarëve, shpifësve, u zbresin fallxorëve, magjistarëve, edhe shpallja përmes melaikeve ju vjen pejgamberëve. Kjo, do të thënë, prandaj me çfarë peshore, do të thënë, mund ta dalloni se cila lloj shpalljes ju ka ardhur. Gjithashtu tjetër argument ose tjetër formë refuzimit është se kjo që pretendoni ju se është dituri nga Allahu, është në kundërshtim me shpalljen që ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë nuk ka dyshim se është prej shejtanit, sepse argumentet janë të shumta që nuk ka pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk ndryshon feja e tij pas vdekjes së tij sallallahu alaihi wasallam. Atëherë kur vjen dikush dhe sjell diçka që kundërshton fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk mbetet dyshim që ajo është prej shejtanit, dhe nuk është nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ju ka ardhur magjistarëve, do të thënë, ka përmendur këtu ajetin për magjin, po mundohem të shkurtoj. Gjithashtu këta njerëz bëjnë si e fitojnë këtë inspirim, duke i bërë këto adhurime bidatit. Dhe prej këtyre adhurimeve është edhe dëgjimi i muzikës. Që do të thënë, ka disa edhe në xhami organizojnë si lloj koncerti me gjitha instrumentet edhe kërcime kështu me radhë. Pas kësaj ju vjen inspirimi. Inspirimi nga kush? Do të thënë, padyshim se nga shejtani. Dhe ka përmendur se është transmetuar nga Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu se ka thënë ittaqul khamra fa innahu ummul khaba'ith. Do të thënë, ruhuni prej alkoolit, sepse alkooli është nana e të gjitha të këqijave dhe flicësirave. Dhe ka thënë Uthmani radhiyallahu anhu, një njeri e ka thirrur një grua, do të thotë për zina. Dhe i ka thënë, do të thënë, një burr e ka thirrur njërën prej ndonjë grua, do të thënë, edhe ajo ka thënë la af'alu hatta tasjuda li hadha al-wathan. Ka thënë, nuk të përgjigjem derisa ti bësh sejdë këtij idhulli. Do të thënë, nëse i bën sejdë, atëherë unë të përgjigjem për atë që e kërkon. Dhe ai ka thënë la ushriku billah, unë nuk i bëj shirk Allahut. Atëherë ai ka thënë au taqtula hadha as-sabi, ose vrite këtë fëmijë. Do të thënë, padrejtisht. Ai ka thënë la aqtulu an-nafsa allati harrama Allahu, do të thënë, nuk e vras njeriu që Allahu e ka ndaluar të vritet. Atëherë ka thënë au tashraba hadha al-qadah, do të thënë, ose pije këtë gotë të alkoolit ose këtë shishe. Ka thonë, hadha ahwan, kjo e lehtë. Atëherë e ka pirë atë, dhe kur e ka pirë, e ka vra atë fëmijën dhe i ka bërë sejdë idhullit. Edhe ka bërë zina me gruan. Do të thënë, këtë histori ka sjellë Uthmani radhiyallahu anhu për t'regu se pra alkooli është nana e të gjitha të këqijave. Do të thënë, dehja, humbja e logjikës me qëllim, do të thënë, është dera për t'i bërë të gjitha flicësitë, edhe vrasje, edhe shirk, edhe zina, edhe vjedhje, do të thënë, të gjitha llojet e mëkateve. Por thotë Ibn Taymija, wal ma'azif hiya khamrun nufus. Do të thënë, kurse instrumentet muzikore janë alkooli i shpirtit. Do të thënë, ata me të vërtetë dehin zemrën dhe shpirtin. Taf'alu bin nufusi a'zama mimma taf'alu himya al-ku'us. Do të thënë, instrumentet muzikore ose muzika u bën shpirtrave shumë më shumë se sa u bën alkooli mendjes ose kokës. Dhe kur të dehen nga zërat edhe kështu me radhë, atëherë ndodh tek ata shirku, anojnë ka turpet, do të thënë zinaja të tjera, anojnë ka padrejtësia dhe bëjnë shirk dhe vrasin njerëz të cilët i kanë ndaluar Allahu dhe bëjnë zina. Do të thënë, ata njerëz, nëse i shihni,
thot kur me të vërtet dehen nga muzika, tani ne mund ta marrim si për ta kuptuar këta njerëz të mëkateve që janë të dhënë pas muzikës. Kur thellohen në dëgjimin e muzikës, do të thënë edhe shirku për ta është shumë i lehtë. Mos flasim për tjera, edhe vrasje, edhe për vrasje nxiten njerëzit me muzikë. Edhe për pirjet alkoolit, gjithashtu për pirjet drogës, edhe për, do të thënë për konsumim drogës, edhe për vrasje, për zina, do të thënë gjitha këto ndodhin në koncertet që janë të njohura. Edhe lajmet për këto përmenden shumë. Por këtu Ibn Taymija ka për qëllim dëgjimin e muzikës me pretendim të adhurimit. Thot ilahit që i thon ilahi, këtu s'përmenden ilahi, po do të thënë dëgjojnë muzikë për të arritur nivel të lartë të shpirtit dhe që t'i vi inspirimi nga Allahu. Kjo është qëllimi. Kjo do të thënë ndodhin për shkak se do të thënë për shkak të kësaj ndodh ardhja e shejtanëve. Edhe për shkak të kësaj muzike ndodhin gjitha këto mëkate që u përmenden. Sa i përket zinas edhe prishjes nderit, thot fel-ghina'u ruqyatu zina. Do të thënë muzika dhe këndimi janë rukja e zinas. Do të thënë i çojnë njerëzit në zina. Edhe wa huwa min a'zami al-asbab li wuqu'i al-fawahish. Edhe muzika është një prej shkaqeve më të mëdha për ndodhjen e zinas, do të thënë edhe mëkateve të turpshme. Ka mundësi që edhe me këto fillon njeriu i ndershëm ose gruaja e ndershme, edhe duke u thelluar, do të thënë bie deri në këtë shkallë. Gjithashtu edhe për vrasjen, thot. Do të thënë pasi kjo qartëson se këto janë gjendje të shejtanit. Do të thënë edhe nxitje të shejtanit. Atëherë, si ka mundësi që njeriu, do të thënë, thot se kur e ka bë këto, ka bë muzikë, ka bë zina, ka bë shirk, do të thënë këto i bëjnë këta udhëheqësit e tarikateve sufije, atëherë thot se i ka ardhur inspirim nga Allahu subhanahu wa taala. Padyshim se inspirimi që i ka ardhur është nga shejtani i mallkuar. Thot Ibn Taymija, wa kuntu fi awaili umri, do të thënë në fillimin e jetës sime, do të thënë fëmijëri, ka marrë pjesë me një grup të njerëzve që janë duk si njerëz asket, do të thënë që nuk e kanë dashur dunjan dhe sikur duan adhurim, janë duk prej njerëzve më të mirë. Edhe thot, njëherë gjatë udhëtimit bujtëm në një vend dhe deshën të bëjnë muzikë, do të thënë dëgjojnë me ato instrumentet që këndojnë. Edhe më thirrën edhe mu dhe unë nuk shkova. Do të thënë kjo është ajo që thash se që në fëmijëri, do të thënë nuk e ka pranuar logjika dhe zemra e tij atë devijim që e kanë bërë këta sufi, do të thënë. Dhe atëherë më lanë mu në një vend dhe unë qëndrova aty, ata fillun dëgjojnë dhe të këndojnë kështu me radhë, edhe kur pas një kohe ai shehu i madh i tyre më thiri mu edhe më tha ja fulan qad ja'ak nasibuka azim, do të thënë të ka ardhur një furnizim shumë i madh ty, do të thënë hajde këtu se të ka ardhur një furnizim shumë i madh, hajde merre. Thot Ibn Taymija, i thash atij edhe gjithë atyre, do të thënë, e keni halal këtë, merreni ju, do të thënë nuk e du unë. Kjo është, kanë tregu dietarët se çka bëjnë, kur i bëjnë këto mëkate, edhe këto devijime, atëherë ka mundësi që ju sjell shejtani diçka. Do të thënë në një ushqim. Ka mundësi që shejtani sjell, mirë po ka edhe shumë mundësi që vetë ata janë shejtana. Do të thënë e fshehin ushqimin ose e gropojnë tokë, ndonjë ushqim të mirë që nuk është i zakonshëm për aty, dhe atëherë rrethohen, do të thënë ai shejtani, shehu i tyre, i thotë rrethohuni këtu, edhe të bëjmë dhikr hu ose muzikë kështu me radhë,
edhe thot tash merr inspirimi se Allahu na ka sjell ushqim këtu. Hapeni këtu edhe kur e hapin, domethënë gjen atë ushqimaj që e ka fut. Ka thënë Ibn Taymija antum fi hillim min hadha an-nasib, do të thënë keni halal këtë prej meje, do të thënë se kanë thënë kjo është hisja jote, për ty ka ardhur kjo. Ka thënë ju e keni halal hisën time. Ka thënë فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإني لا آكل منه شيئا. Do të thënë çdo furnizim që nuk vjen nga rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, unë nuk ha prej tij asgjë. Do të thënë ka mundësi, është e ditur se edhe me sihr ka mundësi që njerëzit fitojnë. Edhe me komar për shembull, edhe me haramet lloj-llojshme, ka mundësi që fiton ndonjë pasuri. Kjo nuk e bën, atëherë automatikisht atë mënyrë, atë rrugë nuk e bën të ligjshme, edhe nuk e bën të mirë. Prandaj nëse dikush bën sihr, edhe me sihrin, me magjin, fiton diçka prej pasurisë ose ushqimeve kështu me radhë, kjo nuk do të thonë se sihri është i mirë. Edhe këta me këto mënyra që nuk e bëjnë adhurimin për Allahun dhe nuk e bëjnë sipas ligjit Allahut. Dhe nëse u del diçka, sepse shikuesi prej larg nuk e di prej ku ka ardhur, ata i mashtrojnë, thënë erdh nga Allahu, ardhja e këtij ushqimit, pra nuk e bën këtë mënyrë të ligjshme dhe të lejuar. Se thamë, ka mundësi ose u asjellin shejtanët, ose ata me shejtanllëket e veta, do të thënë e kanë bërë këtë. Dhe pasi bërja e adhurimit me qëllim të furnizimit, nuk është gjithashtu rrugë sheriatike, edhe nëse është adhurimi i saktë. Pra me bën një adhurim që me marrë pasuria. Do të thënë kjo nuk është në sheriat. Prandaj për nedrin, kjo është prej fjalëve të Ibn Taymijës, po ta shkurtoj, dhe kjo është e fundit. Për nedër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhru la ya'ti bi khair, wa inma yustakhraju min al-bakhil. Do të thënë ky zotimi për ibadet nuk sjell asnjë hajër, por ky zotim nxirret vetëm nga kopraci. Çka do të thonë nuk sjell hajër? Do thotë nëse thot dikush, nëse më ec puna mbar, do të falem për Allahun 100 recate, për shembull. Dhe me sigur do me ble pasurinë e dunjas me adhurim. Do të falem për Allahun që Allahu të më japë pasuri. Por me kushzim. Pra nëse Allahu ma jep, atëherë unë do të falem, ose do të therr kurban, ose do të jap sadaka e kështu me radhë. Ky nedri nuk sjell pasuri. Edhe ka në transmetim tjetër, nedri e hedh njeriu në kader. Do të thënë ajo që ka qenë e caktuar, ajo do të vijë. Prandaj nuk është e preferuar, pra fillimi i nedrit është me kruh, dhe nuk duhet ta bëj besimtari. Ta bëj nedrin, sepse i bën vetes obligim diçka që nuk ja ka obliguar Allahu, edhe nuk është e preferuar, por është e urryer që ta bëj këtë. Por nëse njeriu e obligon veten me premtim para Allahut subhanahu wa taala, atëherë ka obligim, atëherë patjetër është i detyruar që ta plotësoj atë që është zotu për Allahun subhanahu wa taala. Kurse me këtë adhurim, thot Ibn Taymija, pastaj që do ta bëjë këtë adhurim, që ka pas obligim, me këtë nuk e falenderon dhuntinë e Allahut. Do të thënë ka ardhur dhuntia, edhe ti e ke kushtuar më përpara. Do të thënë se tash bërja e këtij adhurimi nuk është falenderim ndaj dhuntisë së Allahut subhanahu wa taala, por njeriu duhet të adhurojë Allahun vazhdimisht, çdo herë, edhe kur vinë dhunti të reja, edhe më shumë ta shtoj adhurimin për falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kurse me nedrin, nëse nuk sjell, nedri nuk e sjell as pasurinë as shërimin, për shembull, nëse më shërohet fëmia, do të bëj kështu, do të bëj ashtu. Ky nedri nuk sjell asgjë përveç asaj që ka caktuar Allahu. Por të bëhet obligim me kry. Dhe kryerja e këtij obligimi nuk është
mirënjohje dhe falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nuk ka hajër edhe nxjerrët vetëm nga njeriu koprac, sepse njeriu që e di se është i krijuar për të adhuruar Allahun, e adhuron gjithmonë pa kushtëzime. Kjo nëse bëhet për Allahun. E nëse nedhri bëhet për tjetër kënd, atëherë është shirk, edhe padyshim se nuk sjell as furnizim, as ushqim, as nuk sjell asnjë hajër, po sjell dëme të shumta dhe mëkate të rënda, mëkatin që nuk e fal Allahu asnjëherë, që është shirku. Kjo është ky shkrim ose kjo shkresë dhe ky libër i vogël i Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Megjithëse është i vogël, po është shumë i dobishëm dhe me ta njeriu mëson shumë aspekte të çështjes pasimit të sunetit dhe pastërtisë të tauhidit. Lutim Allahun që ta bëjë të dobishme atë për ne të gjithë, ne që folëm dhe që dëgjuam. Lutim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Lutim atë, pasi ai është Allahu përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë, që të na ndihmoj, ta përmendim atë, ta falenderojmë dhe në mënyrën më të bukur në mënyrën më të bukur ta adhurojmë. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Na udhëzo në udhën e drejtë, në udhën atyre që i begatove me të mira, e jo në të atyre që kundër vete shkaktuan zemrimin tënd, e as në të atyre që janë të devijuar. O Zoti ynë, na i fal gjunahet neve, prindërve tanë dhe të gjithë muslimanëve dhe muslimaneve, besimtarëve dhe besimtareve, të gjallëve dhe të vdekurve. O Allah, ne të kërkojmë qëndrueshmëri në fe dhe vendosmëri në udhëzim, të kërkojmë shkaqet e faljes sate dhe sjellësit e mëshirës sate, të kërkojmë të falenderojmë dhuntitë tua dhe të adhurojmë në mënyrën më të mirë, të kërkojmë zemër të shëndosh dhe gjuhë të sinqertë, të kërkojmë të mirat që ti i di, strehohemi te ti nga e keqja që ti e di, dhe kërkojmë falje për ato që ti i di, ti i gjithdijshëm për fshehtësitë. Na përmirëso fenë, e cila është çështja jonë kryesore, na përmirëso dunjan në të cilën është jetesa jonë, na përmirëso ahiretin në të cilin është kthimi ynë, na bëj jetën shtim të çdo të mirë dhe na bëj vdekjen rehati nga çdo e keqe. O Zoti ynë, na jep përfundim të mirë në të gjitha çështjet dhe na mbro nga poshtrimi në dunja dhe dënimi në ahiret. Ne të kërkojmë udhëzim, devotshmëri, ndershmëri dhe dinjitet. O Allah, na dhuro frikë ndaj teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm që na lehtëson sprovat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqinë tonë, sa të jemi gjallë dhe lëre atë në trashëgim pas nesh, hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na armiqson, mos na ços provën në fenë tonë. Mos na e bëj dunjan brengën tonë më të madhe dhe gjithë diturinë tonë dhe mos na çon mbi kokë dikë që nuk na mëshiron. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.